Ajo çfarë ne dëgjojmë nga fermerët ose ka vërshime, ka bryma ose breshe. Edhe ajo çfarë është i sigurt që Ministria e Bujqësisë ka rishiku masat e mbështetjes për gjithë fermerët e Kosovës, në mënyrë që rrjetat e breshrit ishin megjithatë një mburoj, serrat ishin megjithatë një mburoj. Është e vërtetë që janë dëmtuar serrat, po kulturat bujqësore janë rujt, sigurisht edhe është e rëndësishme që të rritet edhe vedia mbi nevojën e mbështetjes së sigurimit bujqësor. Unë mendoj që kjo është i kalimi i sfidave, në ndërkohë që bashkë me kryetarin u pajtuam që me eksploru edhe ndoshta themelimin i qendrit paralajmërimit hershëm, që bujqit tonë të mos ballafaqohen pa pritmas me këso situatash. Na duhet me mendu për bujqësinë e ardhshme, Istogu edhe bujqit e Istogu do ta tejkalojnë këtë situatë bashkërisht. Ju falemnderes të gjithëve që ishit prezent këtu, edhe do të jemi në kontakt bashkë me kryetarin, do të formojmë edhe ekipet përbashkëta për me tejkalu këtë sfidë. Jemi bashkë këtu me ministrin pas një fatkeqësie fort madhe natyrore që ka ditë Istogun ditën e djeshme. Jemi në fshatin Kovrag, konkretisht familja Gjusaj, me qëllimin që më vazhdu edhe të pjesa e plantacioneve të modës të familja Blakaj, që më ju afru afër fermerëve në këtë rast, ose në këto ditë vështira, edhe me ju garantu që bashkarisht me Ministrin e Bujqësisë, cilën e falenderoj edhe për vizitën edhe për çastin që e pat, kemi ju qëndru afër në mënyrë që më rri me kompenzu e njëjtën kohë me motivu e stabilizu këto ekonomi familjare të cilat nuk janë vola siç po e shihni mbrapa nesh. Është një fushë e tëmë me shalqi, ishim vizitë të serat, ishim vizitë të fushat me specat e misë. Pyetari i zhvillimit rural. Mbështetur nga